janë disa situata që nuk më pëlqejnë për i kolegëve të mi trajnera. Në çdo ndeshje ose çdo pas ndeshje sulmojnë arbitrat, sulmojnë egër. Njëri thotë s'do të arbitrosh mua, tjetri thotë kamera, tjetri, domethënë është një presion që po i bëhet arbitrave në maksimum. Unë jam në shku me kartel të kuqe për kur gjo, në ndeshjen e parë të kampionatit, kurse shoh që këto trajnera që bërtasin, shajnë, mundin me bëhet gjithçka, nuk po dënohen, nuk më marrin kartelat kuqe, edhe me fjalë që thojnë mas intervistave. Kështu që ka raste kur duhet kuptojnë që edhe Shkodra ka zot. Po e kam fjalën edhe ndeshjen e fundit me Egnatin, edhe nuk e kuptoj, gjyqtarët e FIFA-s duhet të kenë autoriteti çik më tepër, sepse të shohësh nga fillimi deri në fund, siç ishte rasti Aleksit që shohat e pafund edhe arbitrat, po edhe në pushimin e ndeshjes që bënin presion te arbitrat, apo edhe mas ndeshjes nuk më pëlqejnë, duhet të kenë më autoritet sepse mandej acarohet, agravohet situata dhe nuk është mirë për futbollin shqiptar. Dinamo ka një ekip të mirë, një ekip që pretendon, por e shoh që janë tremën, si Egnati, si Dinamo, mënyra se si ato komunikojnë mas ndeshjeve, në intervistat, konferencat për shtyp janë shumë tremën, sepse e dinë që ne jena këtu edhe jena më të mirë se ata.